Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, në një intervistë të fundit ka kritikuar ideologjinë e udhëheqësit të vetëvendosjes Albin Kurti, duke e quajtur të vjetër 120 vjet. I pyetur nga gazetari Xhemail Rexha në Interactive Talks në Reporteri.net se a do të garojë për kryeministër dhe të ballafaqohet me Kurtin, ai tha se nuk e ka në plan dhe mbetet i fokusuar te kryeqyteti. Mendoi që ka shumë njerëz edhe brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, edhe në parti të tjera që mund të ballafaqohen lehtësisht me ideologjinë e ndoshta 120 viteve të Albin Kurtit. Nuk mendoj që Kosova ka vetëm një person që i ballafaqohet Kurtit, kemi shumë, vetëm duhet t'i përfshijmë dhe të ecim me proceset përpara, ka thënë ndër të tjera ai. Kandidatja për deputete nga radhët e lëvizjes vetëvendosje, Ekzona Tërdevci, ka deklaruar se ky subjekt politik ka gjasa reale të përsërisë madje dhe ta tejkalojë rezultatin e arritur në zgjedhjet e vitit 2021. Sipas Tërdevcit, përkrahja e vazhdueshme e Mërgatës dhe interesi i shtuar i saj për të votuar, qoftë nga Kosova apo jashtë vendit, janë indikacione të qarta të një rezultati të fortë elektoral për lëvizjen vetëvendosje. Lëvizja vetëvendosje do të përsërisë rezultatin e vitit 2021 e ndoshta edhe do ta kapërcejë atë. Gjasat janë reale të ndodhin, sepse vetëvendosje vazhdimisht ka pasur përkrahjen e Mërgatës, e ardhja kaq masive e tyre dhe interesi për të votuar, qysh këtu ose atje na jep përshtypjen se gjithsesi do ta kapërcejmë rezultatin e 9 shkurtit, por i ka gjasat reale për të përsëritur e ndoshta edhe për të kapërcyer rezultatin e vitit 2021, deklaroi ajo në emisionin Infonata. Duke folur për situatën në veri të Kosovës, ajo theksoi se realiteti atje ka ndryshuar dhe se institucionet e Kosovës janë tashmë të pranishme dhe funksionale. Situata në veri nuk mund të ndryshojë. Kisha dasht mos me i dëgju ata deklarata të tilla sa i përket veriut. Është e turpshme dhe sikletshme qysh nuk i pranojnë rezultatet në veri. Megjithatë, realiteti flet ndryshe. Ne sot në veri kemi nën stacione të policisë, kemi një situatë ku institucionet e Kosovës respektohen, deklaroi ajo. Tërdevci theksoi se lëvizja vetëvendosje mbetet e përkushtuar për forcimin e rendit, ligjit dhe funksionimin institucional në të gjithë territorin e Kosovës.